Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar zoti Meta, të nderuar përfaqësues të shoqatave të biznesit, të sipërmarrjes shqiptare, të nderuar përfaqësues të shoqatës së gruas sipërmarrëse. Sot jemi mbledhur këtu në këtë rast për të firmosur një pakt dakordësie me kryetarin e integrimit të Shqipërisë, pra përfaqësuesi kryetari i Lëvizjes së Integrimit, gjë e cila ka shprehur një besim dhe mbështetje të sipërmarrjes shqiptare në tërësi dhe në gjithë periudhën kohore të qenurit të tij prezent në politikë. Është momenti i firmosjes dhe pastaj kemi edhe prononcimin e përfaqësuesve. Kam nderin që fjalën për të përshëndetur të firmosje të këtij pakti të rëndësishëm, ku kërkesat e biznesit janë të përfshira në programin elektoral të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por njëkohësisht një garanci që zoti Meta, si realisht lideri i integrimit, lideri i bashkëpunimit, dha sot me këtë pëlqim dhe me këtë firmosje të këtij pakti duke plotësuar dhe duke përfshirë kërkesat e biznesit. Faleminderit zoti Meta. Të nderuar përfaqësues të Komitetit Biznesit, i nderuar zoti Jaka, kryetari i Dhomës Tregtisë dhe Industrisë, nderuar përfaqësuese të gruas së sipërmarrëse, e vlerësoj sot shumë të rëndësishëm në nënshkrimin e këtij pakti dakordësie midis Dhomës Tregtisë dhe Industrisë Tiranës, përfaqësuar nga zoti Jaka, dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. E nënshkrova këtë marrëveshje pasi jemi njohur prej disa kohësh me kërkesat e komunitetit biznesit dhe pasi kemi vlerësuar se i pjesë e mirë e këtyre propozimeve kanë qenë të përfshira ose kanë qenë në përputhje dhe në frymën edhe të planit ton të punësimit që angazhohet për qeverisjen e pas 23 qershorit në mënyrë që në kohën më të shpejt mundshme të zgjidhin problemet më të mprehta dhe më akute që ka sot biznesi dhe sipërmarrja, që në fakt janë edhe problemet më delikate të ekonomisë shqiptare dhe që reflektojnë akoma më shumë dhe të ekonomia familjare. Ajo që kërkohet sot nga të gjithë është që politika të përqendrohet më shumë të ekonomia e vendit dhe të ekonomia e familjes shqiptare, sepse këto janë sfidat më të rëndësishme me të cilat duhet përballemi dhe të cilat duhet të fitojmë. Sa më shumë afrohen zgjedhjet, aq më shumë qytetarët presin nga forcat politike të shpalosin zgjidhje konkrete për shqetësimet e tyre, ku çështja më e rëndësishme mbetet punësimi. Lëvizja Socialiste për Integrim është angazhuar për ristrukturimin e modelit tonë ekonomik, i cili duhet të fokusohet tek nxitja e prodhimit vendas, në lehtësimin e kreditimit për sektorin privat, te incentivat fiskale për bizneset e vogla dhe të mesme, te përmirësimin përgjithësi klimës së biznesit për investitorët vendas dhe thuaj, si dhe në nxitjen e eksporteve të produkteve shqiptare me syrimin final të krijimit të vendeve të reja të qëndrueshme të punës. Ndaj edhe plani punësimit LSI-së është një platformë realiste, ku dhe shumë nga problemet e biznesit gjejnë zgjidhje përmes mekanizmave dhe stimujve financiar konkret për gjithë sektorët e ekonomisë, ku dhe potencialet e punësimit janë më të mëdha. Dua të theksoj se ne konsiderojmë biznesin si aleati dhe partnerin më të rëndësishëm në objektivat e qeverisë dhe të shtetit për të luftuar varfërinë, për të realizuar rritjen ekonomike, zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve tanë, sepse nuk duhet harrojmë që mbi 85% të vendet të punës në Shqipëri i hap sektori privat dhe biznesi. Edhe propozimet fiskale të LSI-së janë pro biznes, sepse ato janë funksion të punësimit
dhe duhet të siguroj se në këtë kohë të vështirë ekonomike për vendin, nuk ka vend për rritje taksash. Ne do të mbështesim çdo iniciativë, propozim që është pro biznes, që përmirëson më shumë klimën e biznesit, si për sipërmarrësit vendas apo të huaj, sepse kjo do të krijojë mundësi për më shumë investime dhe për më shumë vende të reja pune. Kërkesa ju e parë për shlyerjen e detyrime financiare që qeveria aktuale i ka biznesit për punët publike të papaguara dhe që aktualisht është një borxh i fshehur prej qindra milion eurosh për buxhetin, është dhe angazhimi ynë i parë në qeverinë e re të pas qershorit. Ne po shqyrtojmë skemën më efikase për të zgjidhur këtë problem në një kohë sa më të shkurtër, sepse zvarritja më teshme e zgjidhjes mund të kthehet në një mirë mesaat për gjithë ekonominë e vendit. Si fillim ne do të vlerësojmë dhe identifikojmë vlerën e saktë të këtij detyrimi dhe një opsion i mundshëm mbetet emetimi i bonove të thesajet apo obligacione të qeverisë si zgjidhje përfundimtare. Ne jemi të vetëdijshëm që në ekonominë e tregut ku jetojmë, suksesi ekonomik i vendit varet shumë nga suksesi i sipërmarrjes dhe i biznesit. Dhe lëvizja socialiste për integrim do të mbetet i forcë politike që jo vetëm kërkon stabilitet ekonomik të vendit, por mbi të gjitha të ecë më shpejt drejt zhvillimit ekonomik dhe punësimit dhe drejt agjendës së integrimit evropian. Është e vërtetë se kryefjala dhe kryeangazhimi i lëvizjes socialiste për integrim është integrimi evropian i vendit, por integrimi evropian i vendit nuk do të thotë të rezultojë domosdoshmërisht i suksesshëm në rast se ekonomia jonë nuk është në gjendje për të përballuar sfidat e integrimit, nuk është një ekonomi që prodhon, nuk është një ekonomi që eksporton, nuk është një ekonomi që konkuron. Prandaj edhe shumë nga propozimet tuaja, të cilat paraprakisht nuk kanë qenë në planin ton, janë bërë tashmë pjesë e angazhimit ton për të ardhmen dhe këto do t'i monitorojmë në një bashkëpunim të ngushtë vazhdimisht me ju si përfaqësues të komunitetit biznesit. Ju falenderoj edhe një herë për bashkëpunimin e deri tanishëm dhe për bashkëpunimin që do të vijojmë në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit zoti Meta. Sinqerisht që dhoma e tregtisë, por njëkohësisht edhe shoqatat e biznesit shohin tek lëvizja socialiste për integrim një mbështetje reale dhe një bashkëpunëtor në dialogun dhe në bashkëpunimin e të ardhmen. Do doja t'ju falenderoja në mënyrë të veçantë për mundësimin e votimit të tre ligjeve të integrimit, gjë e cila, ashtu siç u premtuar nga ana juaj, u mbajt dhe u bë realitet për çdo qytetar, por që i vlen edhe sipërmarrës shqiptare. Nga ana tjetër, ne kemi ndjekur me vëmendje realisht gjithë fushatën dhe platformën që LSI-ja ka parashtruar para qytetarëve dhe biznesit shqiptar. Është një platformë që jep siguri dhe stabilitet, një platformë që uron që i jep shqiptarëve optimizmin, i kthen shqiptarëve sigurinë dhe i inkurajon ata për të patur nisma dhe iniciativa për jetuar në Shqipëri, duke stimuluar punësinë dhe zhvillimin ekonomik. Siç jeni në dieni, përfaqësues të medias, dhoma e tregtisë dhe gjithë shoqatat e biznesit që janë sot prezent, por edhe ato që nuk janë prezent, si asnjëherë tjetër, kësaj radhe janë paraqitur me një paket ku janë sugjerime dhe kërkesa për qeveritë pas 23 qershorit. Dhe sot dhoma e tregtisë, duke marrë aprovimin për ta përfaqësuar dhe shoqatat e tjera, i ka dërguar zyrtarisht Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, këtë pakt që ne sapo firmosëm me zotin Meta, dhe e pam të rrugës, por njëkohësisht duke patur edhe rolin që ka luajtur zoti Meta gjithmonë në mbështetjen e biznesit, që me lëvizjen socialiste për integrim të kishim një firmosje publike, gjë e cila jep një garanci më shumë sipërmarrjes dhe qytetarëve shqiptar. Unë do doja të falenderoja ju, të falenderoja zotin Meta për mbështetjen që ka dhënë gjithmonë sipërmarrjes shqiptare, por njëkohësisht një falënderim veçantë do doja të bëja për gjithë ato shoqata të cilat kanë punuar në mënyrë intensive me dhomën e tregtisë dhe me stafin e saj, por edhe me ekspertë të ndryshëm, për të nxjerrë një paket, një pakt i cili sot u firmos dhe që realisht është një garanci më shumë për ne. Do kisha dëshirë jo vetëm të falenderoja në mënyrë veçantë, por edhe nëse është kënaqësi për mua që secili thot dy fjalë në këtë takim që realisht është një sinjal pozitiv për ne. Zoti Sazan Guri. Unë në cilësinë e drejtuesit ose të bordit të dhomës tregtisë, desha të përshëndesja këtë takim ose këtë tavolinë që me 10 veta, ku sillet fryma e bashkëpunimit, por jo në një shesh me 10.000 apo me 100.000, që ndoshta nuk thon asgjë përballë një takimi kokë më kokë apo sy më sy, sepse edhe premtimi sy më sy është shumë herë më i madh.
dhe është më i sinqert, edhe më i nderuar, të cila do të thotë që kjo forcë politike që ka vënë si objektiv punësimin apo integrimin është pjesa e atij premtimi që nesër do ta kemi mbështetës, ku fryma sidomos e inxhinierëve konsulent për herë të parë shohin këtë program, apo e fushës së mbrojtjes mjedisit që e shoh për herë të parë në programin e dhomës tregtisë. Njerësh është dhe detyrë për të kandidat sot që nesër ai do të jetë pjesë ose e qeverisjes ose e parlamentarës. Prandaj, jo vetëm që e mbështes, po ndjehem dhe i gëzuar që kjo tavolinë në duke e vogël me 10 veta zëmson një shesh të madh me 100 veta, me 100.000 veta. Faleminderit. Shumë qytetarë shqiptar duan të sigurojnë jetesën e familjes tyre. Shumë të tjerë duan të jetojnë më me dinjitet këtë jetë. Të gjithë ne duam që të kemi më shumë shërbime dinjitoze për sa i përket shëndetësisë, rendit, shkollimit. Në këtë kontekst ne besojmë se biznesi është instrumenti më i mirë që i mundson këto gjëra. Pra që i garanton jetesën atyre që janë në nevojë, që i bën të jetojnë më me dinjitet ato që duan ta jetojnë më me dinjitet këtë jetë, dhe që të gjithëve bashkë na garanton një jetë më të mirë, të integruar në BE. Ne jemi këtu për t'ju ofruar politikës, qeverisë, për t'ju ofruar gjithë shoqërisë vetveten tonë për ta bërë, për ta mundësuar këtë realitet. Ju lutem na ndihmoni për t'u bërë të dëgjuar dhe për të zgjidhur, për t'u futur në ato që ju e keni quajtur rrugat. Në këtë kontekst, besoj se Lëvizja Socialiste për Integrim ka për të qenë një avokat i kësaj pjese të shoqërisë për t'u dëgjuar dhe për t'u marrë në konsiderat. Ju siguroj se edhe qeveria, por edhe biznesi kanë për ta realizuar misionin e tyre për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë dhe plotësisht të denjë për të qenë pjesëtar i familjes evropiane. Duke qenë kryetari i shoqatës transportit, është shumë e rëndësishme që marrëdhënia e biznesit ka kaluar në nivele të tilla që të nënshkruhet një marrëveshje me politikën, si asnjëherë tjetër. Kjo është shumë e domosdoshme për arsye sepse edhe politika nuk është në nivelet e duhura me biznesin, e cila në fundit, siç tha edhe parafolsi, zgjidh shumë probleme ekonomike, po mbi të gjitha zhvillon ekonominë dhe bën një vend sa më të begat. Është shumë e nevojshme dhe domosdoshme dhe serioze nga politika që të ulen dhe të shikohet në vazhdimësi të problemeve. Ne me tërmend sot firmosim një paket, por problemet janë në vazhdimësi dhe është shumë e rëndësishme që këto probleme të jenë gjithmonë të zgjidhshme për shumë arsye sepse edhe ne si biznes kemi vështirësitë tona. Ne shpresojmë dhe besojmë shumë ke kryetari i partisë të LSI-s, zoti Ilir Meta, i cili me këtë tregoi që është një hap para partive tjera, dhe ne kërkojmë që të bashkëpunim ta bëjnë edhe partitë e tjera, që neve të zgjidhim problemet tona dhe t'i afrohemi standardeve evropiane, sepse në fundit ne në transport jemi shumë lart. Faleminderit. Atëherë nuk duhet ju marrë shumë kohë, sepse vërtet është kohë fushate dhe koha për ju është shumë e vlefshme. Unë duhet të flas në emër të shoqatës së grave të biznesit të Shqipërisë. E vlerësoj shumë këtë marrëveshje që u bë me dhomën e tregtisë. Njëkohësisht duhet të bëjmë ndjeje edhe këtë që më në fund politika arritet ta kuptojë që biznesi duhet të jetë partner në politikë dhe jo thjesht për ta vjel atë. Kështu që jam plotësisht dakord me thënien që thanë dhe parafolësit para meje dhe më vjen mirë që më në fund çdo gjë ose do të vjen pikat. Nuk po zgjatem, ju falenderoj, ju uroj suksese dhe ju dhe ne sigurisht. Faleminderit. Edhe unë s'dej që t'ju haj më tepër kohë zoti Meta. Ju falenderoj sinqerisht, domethënë në emër të atyre që unë përfaqësoj, inxhinierëve, konsulent. Sigurisht që i gjithë biznesi ka probleme. Por kështu kemi edhe ne shumë probleme që shpresojmë që të zgjidhen me qeverinë e re. Shteti është një tërësi dhe nuk mund të ndahet. Dhe në këtë kontekst unë duhet të them që edhe politikat e tatim taksave duhet jenë shumë afër me interesat e biznesit, se përndryshe ato dështojnë. Dhe rast se dështimin e kemi në gjithë të periudhë
2 dekadë që më pas në ekonominë e tregut. Jam shumë optimist se me të vërtetë, domethënë me këtë lëvizje ju na keni qëndruar afër. Ne kemi bërë disa takime që kanë qenë me të vërtetë shumë frutëdhënëse dhe shpresoj që kështu të jenë edhe në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë.